Mirë se erdhët. Sot do të zhytemi në një ide vërtet fuqishme. Një ide për efektivitetin personal që, në thelb, sfidon vetë mënyrën se si ne i shohim problemet tona. Tingëllon familjare? Apo jo? Shumë njerëz arrin gjithçka që mendojnë se duan, suksesin e jashtëm, karrierën. Po brenda ndjen një zbrazdi, një uri. Përballen me probleme kaq të thella, kaq të dhimbshme saqë asnjë zgjidhje e shpejtë nuk duket se funksionon. Dhe pikërisht këtu hasim atë që quhet paradoksi i suksesit. Pikërisht kjo ndjenjë shkuputjeje, kjo zbrazdi, tregon se ka diçka thellësisht të gabuar në mënyrën se si e kuptojmë suksesin dhe lumturinë e vërtet, atë që zgjat. Çfarë bëjmë zakonisht? Përpiqemi të mbulojmë këto probleme të thella e kronike me, le të themi, fasho ose aspirina, pra trajtojmë simptomat, një problem në marrëdhënie këtu, një problem me menaxhimin e kohës atje, por problemi vërtet, ai themelori, vazhdon të rishfaqet. Pse? Sepse rrënja e problemit mbetet e paprekur. Pra, pse ndodh kjo? Për ta kuptuar duhet të bëjmë një hapas dhe të shohim se si ka ndryshuar rrënjësisht ideja jonë për suksesin gjatë shekullit të kaluar. Kjo na çon te një ndryshim thelbësor, dallimi mes etikës së karakterit dhe etikës së personalitetit. Shikoni pak këtë. Për rreth 150 vite, pothuajse i gjithë literatura mbi suksesin ishte e fokusuar te diçka e quajtur etika e karakterit. Por pastaj, pas luftës së parë botërore ndodhi një zhvendosje vërtet dramatike. Fokusi kaloi diku tjetër. Atëherë, cili është ndryshimi? Etika e karakterit, siç e thot emri, ka të bëjë me atë kush jemi ne në thelb. Integriteti, guximi, përulësia është ndërtimi një themeli të fortë nga brenda. Nga ana tjetër, etika e personalitetit fokusohet te si dukemi, te imazhi publik, teknikat, sharma. Pra, njëra është substancë e vërtet, ndërsa tjetra shpeshherë është thjesht fasadë. Dhe ky citim nga Emerson e përmbledh në mënyrë perfekte. Ç'kuptim ka kjo? Që në fund të ditës, të gjitha teknikat dhe fjalët e bukura janë të padobishme pa besim. Karakteri ynë i vërtet komunikon shumë më fuqishëm se çdo gjë që themi apo bëjmë. Nëse ai themel nuk është i fortë, gjithçka tjetër do të shembet herë vonë. Mirë, kjo na sjell te një koncept kyç, te fuqia e vërtet që fshihet pas gjithë kësaj, te fuqia paradigmave. Pse? Sepse këto etika për të cilat folëm nuk janë thjesht filozofi abstrakte. Ato janë në fakt hartat tona mendore. Dhe të kuptosh këto harta, ky është çelësi për çdo ndryshim real e të qëndrueshëm. Po çfarë është saktësisht një paradigmë? Mendojeni si një hartë. Një paradigmë nuk është vetë territori, nuk është vetë bota, por është harta jonë e botës. Është korniza jonë e referencës, thjerza përmes së cilës ne shohim dhe interpretojmë absolutisht gjithçka. Pyetja logjike është, çfarë ndodh kur harta jote është e gabuar? Imagjinoni pak, po përpiqeni të gjeni një adresë specifike në Chicago, por pa e ditur në duar keni një hartë të Detroitit. Mund të keni qëndrimin më pozitiv në botë, mund të vraponi sa më shpejt të mundeni, por a do ta gjeni ndonjëherë atë adresë? Sigurisht që jo. Pse? Sepse vetë harta, themeli yt, është i gabuar. Dhe kjo na sjell te ideja kryesore. Shpesh, mënyra se si e shohim problemin është vetë problemi. Nëse përdorim hartën e etikës së personalitetit për të zgjidhur një problem që i përket etikës së karakterit, pra një problem të thellë besimi apo integriteti, ne thjesht do të humbasim rrugën edhe më shumë. Është si të përpiqesh të rregullosh motorin e makinës duke i larë xhamat. Pra, cila është zgjidhja? Këtu hyn në lojë koncepti më transformues nga të gjithë. Qasja nga brenda jashtë. Çfarë do thotë kjo? Do të thotë që ndryshimi i vërtet nuk fillon me sjelljen tonë, por fillon shumë më thellë, fillon me paradigmat tona. Le ta ilustrojmë këtë me një histori të thjeshtë, por tepër të fuqishme. Imagjinoni një metro të dielën, relativisht e qetë. Një burr hyn me fëmijët e tij, të cilët fillojnë të bërtasin e të vrapojnë, duke i bezdisur të gjithë. Babai i tyre thjesht ri aty, me sy të humbur. Reagimi i parë është inati, gjykimi, por kur dikush më në fund i thot diçka, ai përgjigjet se sapo po kthehen nga spitali, ku gruaja e tij, nëna e fëmijëve, vdiq një orë më parë. Dhe në atë moment, bum, gjithçka ndryshon? Ja pra, paradigma ndryshoi. Pa pritur, gjithçka u pa ndryshe. Inati u zhduk me njëherë dhe u zëvendësua me dëmshuri. Ky është thelbi, kur harta ndryshon, mendimet, ndjenjat dhe sjelljet pasojnë automatikisht, pa mundim. Nuk u bë asnjë përpjekje për të kontrolluar inatin. Thjesht, realiteti u pa përmes një lenteje të re. Atëherë, çfarë do të thotë praktikisht kjo qasje nga brenda jashtë? Do të thotë të fillosh me veten. Gjithmonë,
të përqendrohesh te paradigmat, te karakteri, te motivet e tua të vërteta. Ideja është që fitoret private duhet të vinë gjithmonë para fitoreve publike. Duhet të bëhesh i besueshëm para se të kërkosh besimin e të tjerëve. Por, me çfarë duhet t'i parafrojmë hartat tona? Këtu nuk flasim për opinione apo trende. Kjo qasje bazohet në diçka shumë më solide, në parafrimin e hartave tona me parime universale, të pandryshueshme, si feneret e detit. Dhe për ta kuptuar këtë, ka një histori të fundit që e ilustron në mënyrë perfekte. Imagjinoni një anije të madhe luftarake në mes të një stuhie. Ata shohin një dritë përballë dhe kapiteni undhëron, ndryshoni kursin 20 gradë. Përgjigjja vjen: "Më mirë ndryshoni ju kursin tuaj." Kapiteni, i irrituar, përgjigjet: "Unë jam një anije luftarake, ndryshoni kursin." Dhe përgjigjja e qetë vjen: "Unë jam një fener deti." Kapiteni po vepron nga paradigma e tij, nga harta e tij e pushtetit, dhe po pret që realiteti t'i përkulet atij. Dhe sigurisht, çfarë ndodhi? Anija luftarake ndryshoi kursin. Pse? Sepse realiteti, parimi, në këtë rast feneri, ishte i palëvizshëm. Ishte paradigma e kapitenit ajo që u detyrua të ndryshoj. Ai u përplas me realitetin dhe ju desh të përshtaste hartën e tij, jo e anasjellta. Kjo është analogjia perfekte. Parimet janë si fenerët e detit. Ato janë ligje natyrore, nuk mund t'i thyesh. Mund të thyesh vetëm veten tonë duke u përplasur me to. Hartat tona, pra paradigmat tona, nuk e ndryshojnë territorin. Parimet si integriteti, drejtësia, ndershmëria, këto janë territori. Dhe sa më saktë jetë harta jonë në lidhje me këtë territor, aq më efektiv do t'jemi. Dhe kjo na sjell te citimi i fundit: "Për çdo një mijë që presin gjethet e skeqjes, ka vetëm një që godet rrënjën." Ky është mesazhi kryesor. Të ndalojmë së preri gjethet, pra të merremi me sjelljet dhe simptomat sipërfaqësore, dhe të fillojmë të godasim rrënjën, paradigmat tona themelore. Ndryshimi vërtet është një transformim i thellë i mënyrës se si e shohim botën. Dhe kështu, pyetja që mbetet për secilin prej nesh është: cilat gjethe po presim dhe a jemi mjaftueshëm të guximshëm për të goditur rrënjën?